ti the pak më parë që Partia Demokratike nuk është të jenë të qetë qytetarët sepse nuk është e izoluar, pritet në për salonet e politikës së madhe, ata të cilët pastaj kanë zë edhe në politikën tonë, në Shqipëri dhe nga ana tjetër thua, fjalia e dytë që thua është, Gjermania është ajo e cila ka vënë veton për raportin e Ibarit. Tani, po ta dëgjosh kështu literalisht duket që me qënë se presin për dën, atere kanë bërë dhe blokimin e Ibarit. Pra, e mbylla, Dy gjëra nuk shkojnë këtu, besoj unë. Po pra, fjalin e fundit nuk ma gjove. Mundet që ti paraprini vetoje, po përcjell mesazhin që vetoja ime nuk është produkt lobimi e PD-s. Por është dhe ky konflikti Berlin, në qoftë se nuk është produkt lobimi, duhet pranojmë edhe që një blokim drejt bordit paqes. Pra, qëndrimet në raport me luftën në Iran. Mund të pranojmë një gjë që në qoftë se themi që kemi kritika Gjermania, Bashkimi Evropian, ata të cilët merren me Shqipërinë dhe antarësimin në Bashkimin Evropian, kanë kritika ndaj kësaj qeverie, kanë probleme shumë të mëdha me kryeministrin e vendit tani. Ajo deklaratë ishte një distancim, një barazdergim me palët. Por kjo nuk përkthehet në mbështetje për këtë opozit, ose të paktën për këtë PD. Vendimi gjerman. Mund të jetë kështu themu. Nuk përkthehet patjetër që meqense jemi pozicioni i Gjermanisë në raport me procesin e integrimit të Shqipërisë në BE ka arritur kulmin, jo se nuk ka qenë ndërtuar si problem midis Gjermanisë dhe Shqipërisë për shumë arsye tjera, të cilat po ashtu janë edhe politike dhe ekonomike dhe që lidheshin me cilësinë dhe standardet demokratike. Ka arritur kulmin me votimin në parlament kundër heqjes së imunitetit të zonjës. Po, kjo është një gjë. A do të thotë kjo automatikisht mbështetje për Sali Berishën dhe për PD-n? Pyetja tjetër. Ore, kjo është mbështetje për të gjithë ata që mendojnë që Edi Rama nuk është personi që mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kushdo që mendon kështu, e ka të gatshme edhe pamjen që kanë krijuar perëndimorët për Tiranën. Cila është gënjeshtër? Ta them unë ç'është gënjeshtër. Se u thanë shumë gjëra. Po ta them unë. Në 2017 ku na blokonte Franca neve dhe Gjermania na vendoste kushte dhe bërtisnim ne që fajin e ka Sajmir Tahiri për negociatat, shkoi Sajmiri te parlamenti, dorëzoi mandatin, nuk na hapën negociatat. Kur ju tek Macronit se fitoi zgjedhjet prap, na e hapën negociatat. Tani me këtë tallë. Çështje konjunkturash po. Patjetër më. Po mirë, po tjetër për çështje konjunkturash. Ç'është biznesi fare kjo herë. Kjo është hajde bëjmë portin Po çe çështje, Flogert, po çe çështje konjunkturash edhe konteksti gjeopolitik, është tërësisht pro integrimit. Tërësisht të favorit. E pranojnë dhe vet ata. E pranon dhe Rama vet. Thotë ka ndryshuar Bashkimi Evropian. Nuk është se jemi. Nuk do duhet ishte ky bllokim në këtë moment. Unë them që ky bllokim në këtë moment është sepse ne jemi mes dy zjarreve. Një nga arsyet e forta, se ka dhe arsye tjera. Po, unë nuk jam nga ata që mendoj që ju hap barku shumë këtyre për demokracinë këtu te ne, që t'jem shumë i sinqertë. Mund t'ju duhemi geostrategjikisht, po se janë t'u vra menjen ata për ne, ata na kanë marrë çka kanë pas për të na marrë burimet njerëzore, na kanë lënë ne. Dhe kjo dy standardësia. Kur ambasadat reagojnë kundër vendimeve të qeverisë dhe marrim këtë zellin e sovranistit, dhe kur flasin kundër opozitës, unë të thash, po ik fare, unë jam me të logjik. Unë them që Partia Demokratike, kur del dhe bën protestë, sikur po i bie Ramës me Gjermaninë, unë jam me tezën e profesorit o vlla. Në momentin që ti ke njerëzit dhe frymën, nuk ke nevojë për Molotov. Janë të njëjtët partnerë që do thonë, po pra po, jo kthe fondet e I-partit. O bes, një komunikues i mirë pikë spaj do të jetë dëgjues i mirë. Më dëgjoj dhe do kuptosh që dy standardësi nuk ta pranoj. Dy standardësi nuk ta pranoj. Sepse nuk e thash atë, nuk e thash. Theni fondet e I-partit, ti një jep zë. Kur ato thonë hiq imunitetin e Ballugut, ti flet për pushtetet pavarura. Kur ato thonë mos bëni amnisti fiskale, sepse po pastroni para PiS. Dhe e bën Rama. Ti bën sovranisin, kështu që kush po e bën më? Ti, po them ty si individ, linjën, logjikën që ndjek ti. Ju keni bërë gabim që keni marrë flamurin e amerikanëve dhe të gjermanëve. Ju duhet vetëm një flamur, më fal. Nuk ju duhet ajo bluja e shplar,
aso jo mafia që ka Rama, ju duhet vetëm ai flamuri kuq që kapi ai polici, kur po e shkelte deputeti. Polici kapi flamuri në kollë. Polici që hedhë falsifikuar gaz të skaduar. Protestuese. Bashkimi Evropian ka shumë principe, një nga ato është inkrementalizmi, pra nuk ndjek një standarde për gjitha vendet një lloj. Që nga 81 kur hyri Greqia para pastaj Spanja dhe Portogalia në 85-86, ndryshuan gjithë qaset e BE-s ndaj. Nuk është adresuar në të njëjtat rrethana, po në standarde është adresuar. Rrethanat jo, bien dakord për rrethanat. Se të njëjtin gjë kemi pas edhe për Estoninë dhe Letoninë, që ka pas rrethana krejt tjera. Në Maastricht BE-ja vendosi disa kritere dhe përdori atë që njihet si kondicionaliteti. Pra sigurisht që hapësira ose konjunktura ndërkombëtare ka rol, patjetër ka rol, por ama ka një proces quhet kondicion, pra kushtozimi shkurt babeti. Edhe sepse nuk mund të vendosin 2015 dhe 2016. Shqipërinë në 7 mërna vetes, nuk mund diskutohet apo jo. As Shqipërinë në 98 apo Shqipërinë në 2011. Pra ka një proces kushtozimi edhe pra ato etapat nga mosaja deri te procesi i tanishëm. Pra procesi është real. Që sot ka një ngërç të madh të integrimit shqiptar në BE-n, kjo nuk diskutohet edhe për shkak të reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi është qytet nga BE-ja, kur u hapën negociatat, e vetmja reformë e madhe, serioze, e cila mund ta suksesi. Po. Edhe tani Rama ata e ka bllokuar. Pra heqja e mandatit, pra bllokimi i mandatit Bullukut, sigurisht është i goditur në reformën në drejtësi. Edhe do ishte naivitet thonë që nuk ka patur rol ajo në vendimet e Bashkimit Evropian. Absolutisht po, që është çështja themelore që ka ndodhur kjo gjë me pezullimin me çështjen e raportit të Ibarit. Por edhe lojat e tjera të Ramës. Kjo që tha me drejt Besardi, çështja e bordit pagjes, e disa gjëra të tjera, sepse ka një situatë caktuar ndërkombëtare. Rama është gati që ta lërë më njënë. Para pak muajsh atje ka qenë një person i marrë peng në Shqipëri, ka shkuar dhe ka dëshmuar në policinë gjermane. Nuk kam informacione konkrete. Dhe kanë ardhur dhe kanë sjellë këtu domethënë. Pasu bllokuar sepse për një mendësi normale europiane, nuk mund të bllokohet imuniteti i deputetit kur ky hetohet për korrupsion. Thushi do ta majë se ku diun. Se kjo është çmendëri, sepse kjo është punë për gjykatë, nuk e bën dot parlamenti. Pra nuk ka parlamentar dhe parlament dhe qeveri në BE, kjo ta quhet normale këtë gjë. Ata thonë kjo që u bë. Kjo bëri pastaj atë. Edhe u bë për njëri shumë fuqishëm, se nuk u bë për njëri kot. Po të bëj për një deputet panjor, ku diun. Po themi ku diun Koçeku, po themi kotash. Ja gocë mirë, po. Ase punë madhe, u bë për një fuqishëm, pra ka politikë brava, pra Rama është kundër reformës në drejtësi në këtë rast. Ata nuk e perceptojnë dot si normale këtë gjë. Thonë ky po godet reformën dhe sigurisht që ka kushzime, pra sigurisht që ka bllokime. Pra nuk diskutohet kjo gjë. Por ama ka edhe gjëra tjera, unë mendoj që jam i bindur për këtë punë. Ndaj sa jo bëhen, edhe unë maturimi ka ardhur hap pas hapi. Nuk them se kjo ishte vetëm ngjarja, domethënë është një proces maturimi i këtij mendimi, i këtij pozicioni që kanë marrë ndërkombëtarët, që kanë marrë evropianët në raport me Shqipërinë. Duke zhveshur Edi Rama nga Libia se është personi që do integrojë Shqipërinë. Ky është i bllokim dhe një konflikt. Ky është i bllokim dhe konflikt i cili do të absorbohet dhe pastaj do të absorbohet apo jo, apo është një bllokim dhe një konflikt, kjo është pyetja, që nuk çlirohet pa ndodhur një rotacion. Shko, rotacioni do ishte perfekt. Pra që do Jo, po them me që ti më the që e një Bashkimin Evropian. Si Europianët do punojnë me situatën që është. Pra ata me shpirt mund të dëshirojnë një rotacion. Mund të dëshirojnë një rotacion, pra me qeveri jo me kryeministin Rama, se mendoj që Rama është shumë i pushtetshëm, shumë i fuqishëm dhe ka ingranazh dhe mjetet në dorë për ta bllokuar reformën e drejtësisë, siç ndodhi rasti i Bullukut dhe ka dhe reperkusione të tjera që do t'i ndërmarrë ai. Por ata besoj do punojnë, shiko, BE-ja shumë elastike. Bashkimi Evropian ka thënë dikur Jacques Delors është indeterminesi, është pa përcaktueshmëri. Qartë. Pra BE-ja vepron me 100.000 mënyra. Si vepron në Portogali, nuk vepron në Spanjë. Si vepron në Qartë, e kuptova. Tani konkretisht tu. Mendoj që do përpiqen të menaxhojnë Ramën, sepse shohin që rotacioni është i vështirë. Okej.